fashiste. Po të shikoni, ati janë ndaluar në fakt koncerte në Gjermani, në Zvicër, në Poloni, në Austri. Ka një këngë që quhet Heil Hitler, nëse keni parasysh është. Para ndjek muzikën e tij, po këtë kam dëgjuar të Hitlerit. Jo, asun se ndjek, kjo ka dalë lajme. Po, kjo e Hitlerit është. Po. Dhe sigurisht sot protestën do ta kemi siç do ditë aty, është e shtunë, pritet vi diaspora, pritet vinë njerëz nga gjithë. Pra nuk do marrë një drejtim tjetër protesta, do mbeteni vetëm deri tek thirrjet për bojkotin e koncertit. Absolutisht, po, sigurisht, ne tani nuk do të paktën nuk kemi në mend që të shkojmë të konfrontohemi me koncertin atje ku bëhet, sepse ne me këtë du të tregojmë edhe që jemi të qëndrueshëm në kërkesat tona, në formën tonë qytetare të protestës, ne qëndrojmë në shesh para kryeministrisë, në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Jemi aty ku kemi qenë për 41 ditët e shkuara, edhe sot ditën e 42, edhe në vazhdim deri në ndërheqje. Pra, kjo është ideja është që protesta nuk do ketë devijim sonte, por ndërkohë që ju thatë pak më lart që prisni që sonte t'ju bashkohet edhe nga diaspora. Si janë kontaktet e Prishtinës, sepse nga 2 herët e para kemi parë, sidomos herën e parë një, por edhe herën e dytë një masivitet. Po, tani, megjithse moti është nxehur, njerëzit kanë shkuar pushime, se janë lodhur gjithë vitin duke punuar dhe kanë nevojë sigurisht për pushime. Kjo është e mirë kuptueshme, po do të bëjmë pamundurën për ta vazhduar qëndrueshmërinë e mesazhit ton. Jam i sigurt që njerëzit nga diaspora vazhdojnë ta kenë po të njëjtin zell si të shtunat e shkuara për të bashkuar, për të krijuar masivitetin e nga kontaktet tuaja, do kemi pra presim autokolon siç kanë ardhur më parë apo vetëm fluturimet? Tani ajo që është e rëndësishme është që presim prezencën e shumë njerëzve nga diaspora në shesh, a vinë me autokolona, me aviona, me charter, nuk e di. Ato kanë tërhequr. Edhe vetë protesta ka një sens decentralizimi, por nuk kemi, si të thonë, një organizim qendror që i luan të gjitha fijet siç ndoshta jeni mësuar të shihni në protestat partjake, ku një qendër jep urdhrat dhe aty veprohet, nuk e di se si, me molotove, me varge, me makina që prishen e me gjitha gjërat, pra nuk kemi orkestrim gjithë përfshirës, kemi spontanitetin e njerëzve që dalin dhe parashtrojnë mesazhin e tyre ashtu siç e ndjejnë, ashtu siç e kanë. Herët e fundit diasporën thjesht e kemi thirr dhe diaspora është përgjigj, na i ka mbush rrugët, na i ka mbush sheshin. Jam i bindur që pavarësisht vapës edhe sot do të kemi një mesazh të fortë nga diaspora së bashku me njerëzit e tokës mëmë. Po, në kontakte me edhe mbështetje nga shqiptarët në Maqedoni, në Kosovë, keni pasur prisi që të ketë ardhje, sepse para disa ditësh pam dhe një debat për kthimin e 3 deputetëve që në mos gaboj ishin nisur për protestë të Vlenit. Vërtet, jo, për këtë, t'ju them drejt, nuk pas kam dëgju, po siç ju thash, duhet qenë se kemi një organizim spontan të decentralizuar, me gjitha është shumë e natyrshme, shumë e sinqert, shumë e spontane, është ajo që njerëzve ju buron nga brenda prej kaq shumë vitesh që kanë pasur një frikë të shtypur për të dalë dhe për t'ju kundërvënë hapur në shesh politikanëve që supozohet ta përfaqësojnë, por nuk e përfaqësojnë. Pra, kryefjala për ne është që gjithkush është i mirëpritur të shfaqë protestën e tyre qytetare nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Malizi, nga do ku ka shqiptarët janë plot me tani më e dim mirë që ka më shumë shqiptarë jashtë vendit se sa brenda vendit. Në të njëjtën orar
me protestën në Tiranë është paralajmëruar edhe një në New York, në mos gaboj. Po, dhe për këtë kemi dëgjuar, do të kemi edhe një lidhje live me protestën e New Yorkut nga Tirana dhe besoj do të shihni sot po ashtu shumë të fortë siç e keni pa në ditët e shkuara një qëndresë masive të qytetarëve shqiptar. Mund të them drejtën më bën shumë krenar edhe fakti që gjithë kjo kundërpërgjigje masive po ndodh sot, pse miqtë e mi evropian mbaj mend për vite kur ju tregoja për situatën politike në Shqipëri dhe ato surprizoheshin se si është e mundur që nuk ka protesta, që nuk ka qëndrueshmëri, nuk ka reagim qytetar. Po më në fund tani të gjitha kanë marrë vesh në për Evropë që shikoni se Shqipëria po lëviz fort. Edhe ju mendoni që është më shumë protesta se koncerti që ka bërë Jehonër në Europë? Absolutisht, koncertin as nuk e ka. Koncerti u bë i famshëm vetëm mbasi kryeministri bleu 4 milion euro bileta me fondet e shqiptarëve. Kjo është për ta shpjeguar me fjalë thjeshta se ndoshta jo të gjithë e kanë kuptuar. Praktikisht ajo që ndodhi është që këtij këngëtari nuk ju shitën biletat dhe qeveria mori përsipër që t'i blej biletat me fondin e emergjencës. Përsëris, fondi i emergjencës është për emergjenca civile, nuk ka energji, prishet rrjeti e kurdorin e skemi, po prishet rrjeti i transportit rrugor, prishet a mendoni gjykata kushtetuese do mendoj kështu si ju, sepse aty depozitua një pat depozimin e kam bindjen sinqerisht që do të mendoj pikërisht kështu dhe do ta nxjerrë edhe më të ekspozuar po ashtu kryeministrin se sa çka qenë me një vendim gjykate, nuk ka se si të qëndrojë ndryshe, nuk mund të futet në asnjë lloj sensi koncepti juridik që të thush se nuk u shitën bileta një këngëtari dhe kjo përbën emergjencë. Ligji atje thotë shumë qartë se çfarë kuptohet me emergjencë. Emergjenca është kur shqiptarëve ju rrezikohet diçka, një gjë etike. Dhe kjo, pastaj skandalet janë të një pas njëshme, ju I keni pa, besoj megjithëse mediat tona edhe nuk I kanë pasqyruar mjaftueshëm. Megjithatë për te pasqyrimit të mediave, të nivelit pasqyrimit, Jehona është bërë madhe, sidomos se rrjetet sociale. Patjetër, nuk e di nëse edhe këtë nuk dia e dini që gjithë mediat ndërkombëtare janë sot në Tiranë, New York Times, Financial Times, gazetarët e tyre janë në bulevard çdo mbrëmje, pavarësisht se ato kanë një rol që nuk vinë të marrin mikrofonin të flasin, se roli I tyre është tjetër, po gazetarët janë aty, kemi 2-3 shkrime në ditë gati për zhvillimet e Shqipëri në New York Times, në Financial Times, në The Guardian, në The Sun. Ju më përmendet mediat ndërkombëtare edhe vëmendjen e shtuar, por për të kthyer këtu,